Kapadokia, kemi dalë nga hoteli në orën 5:15 minuta. Kemi udhëtuar vetëm 6-7 kilometra për të mbërritur një nga destinacionet më interesante të Turqisë qendrore. Pas një ndalese të shkurtër për kafe, shoqërohemi drejt vendit nga ku do të fluturojmë. Ndërkohë, balona jonë po bëhet gati. Çfarë mrekullie! Erdha. See you tomorrow morning. Falajri të nxehtë, ngjitja në lartësi bëhet më shpejt nga sa mund të mendohet. Ore, mos i marrën gazja në lak të lartë këna. Për dyshuesit kemi altimetër. Cold outside temperature, balloon performance going up. Eksperienca më unike dhe më jashtëzakonshme në botë. Të ngjitesh 2300 metër lartësi mbi nivelin e detit, vetëm me këtë kosh me thupra. Dhe patjetër, sipas kodeve zakonore turistike, kjo meriton një certifikat. Thank you. Një përvojë unike, fantastike dhe jashtëzakonshme. Tani është momenti ku këta djemt pilotët po mbledhin balonën për ta bërë gati për një xhiro tjetër, dhe pse udhëtimet bëhen gjithmonë në orët e para të mëngjesit dhe gjithmonë kur kushtet atmosferike janë të favorshme.